është pjesën e dytë, pse nuk është. Shkrimtari Viktor Canosinaj ka përmbyllur ciklin e romanit të tij Meri Yll. Përmes 3 botimeve, Canosinaj sjell personazhin kryesor në 3 kohë duke e vendosur atë përballë realitetit dhe aktualitetit shqiptar. Është një roman që ndjek fatin e 2 personazheve, por fati i tyre na përket të gjithëve ne, përfshi edhe mua si autor që kam shkruar me ato dilemat e jetës. Është një roman që i kushtohet më tepër humanizmit edhe vlerave njerëzore që po bjerren në shoqërinë tonë. Shkrimtari ka lëvruar shpesh si letërsim për të rritur, ashtu edhe atë për fëmijë. E duket se këtë të fundit e cilëson si fundin e një etape të letërsisë së tij. Mendoj që këto vite që do shkruaj akoma do merrem me romanet për të rritur. Është një epokë ajo e letërsisë për fëmijë që me sa nuhas, po kërkon një tërheqje. Viktor Canosinaj thekson se të sjellësh letërsi në një kohë kur teknologjia ka prekur çdo fushë të jetës është më shumë se sa sfidë. Drama jonë është si shkrimtar, është që konkurenca në ditët e sotme që vjen nga bota është pafundësisht e madhe. Ta arrish të lexuesit duhet e para një shumë talent, shumë zotësi, shumë profesionalizëm. Megjithatë janë shumë autor që ja kanë dalë. Mes nostalgjisë për letërsinë e dikurshme dhe sfidave të kohës moderne, Viktor Canosinaj pritet të sjellë të tjera vepra për lexuesit e tij besnik.